TPS-ja, Meta Ramburg të shkun po TPS-ja. Ata kanë qenë historikisht majtë. Kështu që për mu nuk kur gjë në një që më thonë iku nga LSI-ja TPS-ja, unë them është normale. Se po ta mbash më ndër vite diskursin publik të zonjës Kryemadhi thoshte ne jemi parti e majtë, ne jemi qendër e majtë, ne kemi dal nga e majta. Kështu që ata nuk është se erdhën tek ne. Tek ne, sa herë kanë ardhur tek Partia Demokratike, ato vetëm kanë marrë poste. Ja kanë marrë demokratëve postet, i kanë marrë gjërat pa merit dhe i është ofruar në shkëmbim të pazarit që është bërë Berisha Meta. Sepse Berisha bënte pazar me këdo për të ruajtur pushtetin e tij dhe interesat e tij, kurris kujdo qoftë. Kurse Meta premionte socialistët që t'i mbante me pak pushtet. Lesja, qofse qëndrojmë në këto zhvillime, në anën tjetër duket se mandati i SPAK-ut po shkon drejt mandati Altin Dumanin, saktë po shkon drejt fundit dhe pritet që të zgjidhet një prokuror tjetër që do të vi pranë nga SPAK. Por në këtë situatë ngrihen pikpyetjet që çfarë do ndodhi konkretisht njëherë. Do doja të bëjë një përmbledhje si të zhdukur puna e Altin Dumanit dhe më pas mendoni që SPAK do të vazhdojë betejën e ashpër ndaj politikës. Tani, puna Altin Dumanit në këto vite ka qenë një punë e vrrullshme, ka qenë një punë patjetër e vështirë, ka qenë gjithashtu një punë e cila duhet thënë që ka pasur tensionet e veta. Zoti Dumani është përballur me akuza, me intimidime nga politikanë të lartë, siç janë zoti Meta, zoti Berisha, të tjerë. Ka pasur rezultat në luftën kundër korrupsionit, jo rezultatin që kishte pritshmëria e shqiptarëve, po deri diku ka dhënë rezultat. Ka qenë i pa komprometuar nga politikanët, ka qenë një individ i cili deri diku ka bërë një punë të mirë për publiku. Nuk do thoja shumë të mirë, nuk do thoja as të keqe, por ka bërë një punë të mirë. Neve nuk kemi pas ndonjëherë në Shqipëri ish ministra, ish kryetar bashkie, ish president burgosur nën akuzë më përpara. Kështu që kjo është një merit e cila e ka SPAK-u, e ka zoti Dumani dhe që kanë qëndruar koherent ndaj punës tyre dhe ndaj luftës tyre kundër xhaketave të korruptuara, kundra presionit, kundra intimidimit dhe kanë dhënë rezultate të caktuara në momente të caktuara. A ka akoma punë për të bërë? Patjetër që ka. A do vazhdoj SPAK-u ta bëj këtë luftën kundra korrupsionit, po pa diskutim, unë mendoj që do ta bëj dhe më të egër. Pse do thuash ti? Sepse një ndër kriteret kryesore që ne jemi pjesë edhe e Bashkimit Evropian, që ne po luftojmë kaq shumë, është pikërisht pika që është lufta kundër korrupsionit. Kështu që SPAK-u duhet suportuar në çdo hap dhe jo kërcënuar, jo intimiduar, jo duke dhënë ato deklarata skandaloze nga palo politikan që kanë vjedhur dhe kanë ngrënë me lekët e shqiptarëve dhe duan të bëjnë të fortin me sistemin e drejtësisë, por Altin Dumani ka treguar që me drejtësinë të fortë nuk ka. Dhe këtë e tregoi më së miri me rastin e Ilir Metës. Se Ilir Meta për mi vendosje ndaj zotit Dumani, bëri atë që bëri dhe mori përgjigjen e caktuar nga institucionet përkatëse. Lesja, në këtë situatë, në këtë parlament që kemi parë që duket sikur përsëri është një kasetë e vjetër ose një kasetë e përsëritur. Një film që ne kemi parë, duket që përsëri Partia Demokratike vazhdon me sulme, tashmë po sulmojnë dhe ministrin e inteligjencës artificiale diellën. Ti vetë mendon që do të ketë një ndryshim apo e shikon që dyshja politike Bardhi, Flamunoka do të jenë akoma më të ashpër në parlament dhe do të vazhdojnë me këtë zhurmën e madhe që mund marrë salla e parlamentit? Atëre, sallës parlamentit nuk i bën dot asgjë më Flamunoka, për arsye se ajo sallë ka 83 mandate dhe siç e tregoi dhe në seancën për programin që do prezantonte qeveria për shqiptarët dhe mbylli atë me një votim duke mos i dhënë të drejtën dhe privuar të drejtën edhe shqiptarëve për të parë programin, për të dëgjuar programin dhe ndërkohë fajtori vetëm ishte vetëm Flamunoka me çunin e Fariut.
dhe shqiptarët, po ta vëshre dhe nga komentet të gjithë, kanë keq komentuar opozitën për kasetën e vjetër, kasetën e përsëritur, kasetën e lodhshme, gjithë këtyre viteve. Nuk është se i bëjnë dëm qeverisë se ngrejnë zërin, nuk është se i tregojnë forcë Ramës se ngrejnë zërin. Forca Ramës është tek kartonet, tek vota që shqiptarët i dhanë për të bërë shtet, atë shtetin që thoshte Flamur Noka, mbas datës 11 do t'i vi era shtet. Kështu që flamurit mbas 11-ës do t'i vi vetëm era zhurëm, po zhurëm për keq. Ndërkohë Rama ka kartonet, ka programin, ka individë, do vazhdoj punën e tij drejt Bashkimit Evropian, ndërkohë qenë si flamuri vetëm do lehin. Dhe si është ajo shpreha, mos ndalos ajo që qeni le rrugës, dhe këtë rezultat ata do ja japin si mesazh Flamur Nokës, siç ja dhanë, votuan programin dhe mbyllën parlamentin. Po kush humbi nga kjo? Humbi opozita, humbën shqiptarët. Qeveria vazhdoi programin e vet, nuk ndaloi, nuk stopoi, sepse nuk ka forcë Flamur Noka për ta stopuar. Forca Ramës